Përshëndetje, jemi me emisionin Pse me të votu me kandidatin për kryetar të komunës së Çajirit nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, zotrin Bujar Osmani. Pse vendosi të kandidoj për kryetar të komunës së Çajirit? Pse banorët e Çajirit duhet t'ia besojnë votën pikërisht atij? Për këto dhe pyetje të tjera na ndiqni në intervistën në vazhdim. Për shkak se në disa momente historike kujtoj se përgjithësia i kalon më kalkulimet individuale ose partijake. Duhet vendosni në cilën anë të historisë jeni. Dhe unë mendoj që këto janë momente në cilën secili shqiptar, po dhe secili qytetari i Çajirit duhet vendosë në cilën anë të historisë është. Në një, për shkak se po zhbëhet gjithçka që është arritur në vitin 2001, dhe në dy për shkak se Çajiri shkon drejt kolapsit total për disa vite të funksioneve bazike të jetës. Një për shkak se për dallim unë jetoj në Çajir. Kam jetuar gjatë gjithë jetës Çajir, fëmijët më jetojnë në Çajir. E dyta për shkak se kam treguar gjatë profesionit tim si kirurg për 20 vite, kam treguar disiplinë, kam treguar ndershmëri dhe kam treguar rezultate. Po para se gjithashtë në karierën time politike, qoftë si ministri i shëndetësisë, qoftë si zëvendës kryeministër, ministri i jashtëm ose kryetari i OSB-s. Kam treguar se në çdo sfidë që kam hyrë, kam dalë me rezultat. Qoftë në çështjen e emrit, qoftë në NATO, qoftë për marrëveshjen me Bullgarinë, fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, ligjin e gjuhës apo çdo projekt tjetër që e kam ndërtuar. Dhe kam dhënë këtë mesazh, se në një kapitalin më të madh politik dhe profesional kam integritetin, dhe në dy, se çdo sfide që i hy me përkushtim 100% dhe dal me rezultate. Dhe mendoj se Çajiri e kërkon këtë prej kryetarit tashëm të komunës. Po, programi im politik për Çajirin është në dy trajektorje. Në një është ajo emergjente dhe në dy është strategjike. Te strategjike është vizioni 2040, ku planifikojmë që Çajiri të jetë një prej komunave ku mund të jetohet me dinjitet. Po ato emergjente janë papastërtia, ndërtesat pa leje, parkingjet, siguria. Dhe prandaj kam thënë prej ditës parë ne shpallim gjendje jashtëzakonshme, formojmë shtabe krize. Komuna e Çajirit nga komunë më e papastër në qytetin e Shkupit, patjetër duhet bëhet më e pastërta. Për shkak se pastërtia nuk është çështje estetikës, është çështje e shëndetit njerëzve. Ndërtesat pa leje mbijnë si këpurdha në Çajir. Edhe ato në vende publike dhe shtetërore, pa asnjë plan, duke uzurpuar hapësirat publike, gjelbrimet, por edhe duke ngarkuar funksionet bazike të jetës. Në Gazibab njerëzit kanë filluar të hapin bunare për shkak se ndërtesat pa leje kanë konsumuar kapacitetin e ujësjellësit. Po ato ndërtesa pa leje nuk paguajnë taksa në komunë. 100.000 euro shkojnë në xhepat e atyre që i lejojnë këto ndërtesa. Po çfarë është edhe më tragjike? Ata nuk kanë asnjë përgatitje ose garancë statike ose dinamike. Një tërmet më i vogël, një zjarr në Çajir. Viktimat janë të panumërta dhe prandaj çështja e ndërtesave pa leje do i vëmë fund prej ditës parë. Kjo nuk flas këtu për shtëpitë që i kanë shtuar balkonet, se kjo është çështje sociale, nuk është çështje e biznesit. Mirë po ndërtesa pa leje, në mandatin tim nuk do ketë. Me leje natyrisht se do i ndihmoj. Në 3 parkingjet. Parkingjet janë duke ngulfatur, mungesa e parkingjeve është duke ngulfatur Çajirin. Sot nuk mund të kalosh më nëpër rrugët e Çajirit. Njerëzit lëshojnë shtëpitë e tyre për shkak kësaj. Nëse vazhdon ky trend i rritjes numrit popullatës, për shkak ndërtesave pa leje, numrit veturave, Çajiri bllokohet për disa vjet dhe këtë kemi me analiza shkencore. Dhe prandaj japim zgjidhje çështës parkim. Çështja e sigurisë. Prindërit frikën fëmijët e tyre kur shkojnë në shkollë si do kthehen, por edhe sigurisë në përgjithësi. 40% e dritave në Çajir janë jo funksionale edhe pse paguhen kompanisë private. Rrugët janë tërta. Çajiri jo me numër më të madh të vrasjeve në qytetin e Shkupit. 4 qytetarë të Çajirit përfundojnë në sallë operacionit çdo ditë për shkak aksidenteve me trotinet, me biçikletë, se nuk ka asnjë trotuar të lirë, nuk ka asnjë shenjëzim. Thjesht Çajiri është në kaos dhe prandaj atë që e ndëgjoj nga qytetarët është se ata duan ndryshimin. Ata thonë, njeriu i cili për 20 vite ka qenë pjesë e problemit, nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes dhe kërkoj një çështje të re, një ndryshim thelbësor këtu që do i jep perspektivë komunës tonë.
Po e kam thënë, është një grop atje te mahalla ime, cila më pengon për vite dhe nuk rregullohet, edhe pse është një çështje që rregullohet për disa orë, do shkoj dhe rregulloj thjesht për tregu se atë shumë është neglizhu Çajiri për shkak se prioritetet kanë qenë parcellat e lira për të bërë ndërtesa komerciale dhe sot qytetarët jetojnë në kushte substandarde. Prandaj kam thënë çdo ditë nga 5:30 e mëngjesi deri në 7:30 do ecin këmbë Çajirin. Çajiri është i vogël, vetë do i shkruaj problemet që do i gjej rrugës. Dhe në 7:30 do thiri komunën dhe do i jap detyrat e ditës. Ditët janë të shpeshta. Nëse nga 5 punë i bëni në ditë, Çajiri do ndryshon shumë shpejt. Po është shumë me rëndësi të futeni me qëllim, me prioritetet të cilat janë në vijim me pritjet e qytetarëve e jo të mafjes urbane, pritjeve tuaja komerciale ose klaneve të biznesit që mendojnë që Çajiri është komunë ku ti mund të jetosh në komunë tjetër, po mund ta vjelish për çështje biznesi. Kjo ishte intervista me kandidatin për kryetar të komunës së Çajirit nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, zotri Bujar Osmani. Për këto dhe intervistat të tjera, na ndiqni në rrjetet sociale INA Online.